Ju duhet të bëni ndryshimet e dakorduara kushtetuese. Topi është në fushën tuaj. BE-ja është gati. Këtë mesazh e dërgoi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas takimeve që mbajti me krerët e lartë shtetëror në Shkup, edhe pse nuk ishte planifikuar që të ketë deklarata për media, për shkak se vendi ndodhet në periudhë zgjedhore. Von der Leyen megjithatë la një mesazh në platformën X. Ne mbështesim plotësisht Maqedoninë e Veriut për rrugën e saj drejt BE-s. Mund të mbështeteni tek ne, hapi i radhës dhe i vetëm para hapjes së negociatave, është i qartë. Ju duhet të bëni ndryshimet e dakorduara. Topi është në fushën tuaj, BE-ja është gati. Gjithashtu njoftoi se në Shkup po hapet një fabrikë inteligjencës artificiale, të cilin projekt e paralajmëroi edhe ministri i transformimit digjital para disa dite dhe shtoi se vendi po i bashkohet zonës së përbashkët europiane të pagesave. E për këtë Maqedonia e Veriut po merr 16 milionë euro nga BE-ja. Ndërkohë po e afrojmë vendin tuaj me ne. Pikërisht për këtë ka të bëjë plani i rritjes. Po hapim një antenë të fabrikës së inteligjencës artificiale në Shkup. Po ju përfshim në zonën e vetme të pagesave të Evropës. Dhe po shpërndajmë 16 milion euro fal reformave që keni bërë. Takimet e presidentes së KE-s u mbajtën të mërgurën pasdite. Nga kabineti i presidentes së shtetit Gordana Siljanovska-Davkova kanë bërë me dije se ajo presidentes von der Leyen i ka shprehur kadishmërinë për bisedime maqedono-bullgare pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Kurse nga kabineti kryeparlamentarit Afrim Gashi pas takimit me von der Leyen, njoftuan se kryetari Gashi ka adresuar sfidat aktuale në këtë drejtim, përfshirë nevojën për të siguruar një proces të qëndrueshëm dhe të drejtë, të mbështetur në parimet dhe vlerat europiane. Sipas njoftimit të qeverisë, kryeministri Hristijan Mickoski në takim me presidenten Ursula von der Leyen ka theksuar vendosmërinë e qeverisë për të përshpejtuar integrimin europian të vendit përmes rezultateve konkrete dhe përmbushjes së standardeve europiane.